Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi të dashurit tuaj. Të dashur vëllezërit e mi, të respektuara nëna dhe motra. Jemi duke jetuar ditët më të këndshme të këtij viti. Dhe të gjithë jemi të gëzuar, të hareshëm, sepse jemi duke punuar vepra me të cilat synojmë kënaqësinë e Allahut fuqiplot dhe shpërblimin e pakufishëm të Tij. Të dashur vëllezër, të nderuara motra. Veprat e mira janë shoqëruesit tonë në këtë botë po edhe në ahiret. Dhe veprat e mira na e kënaqin shpirtin, na e gëzojnë krijuesin tonë, i gëzojnë me laçet dhe padyshim i gëzojnë edhe të tjerët. Ne jemi duke punuar veprat me të cilat e synojmë kënaqësinë e Zotit, e synojmë afrinë e Tij, e synojmë dashurinë e Tij. E për ta shtuar më tepër dashurinë e Zotit fuqiplot, do të përmendim sot disa vepra të cilat duhet të na shoqërojnë edhe në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit. Prej tyre e këshilloj veten edhe ju, të dashur vëllezër, të nderuara motra. Prej veprave të mira të muslimanit dhe besimtarit gjatë jetës së tij është mos të ndahet asnjëherë nga duat e mëngjesit dhe mbrëmjes, lutjet e mëngjesit edhe mbrëmjes, sepse Ibn Qayyim rahimahullah në njërin prej porosive të tij ka thënë: dhikri i mëngjesit edhe i mbrëmjes është sikur mburoja, sikur ajo që e mbron dikë. Sa më e fortë edhe sa më e plot mburoja, aq më pak dëmtohet pronari i saj. Kur ne e bëjmë dhikrin e mëngjesit dhe e kalojmë ditën, do të jemi më të mbrojtur, do të jemi më të ruajtur, do të jemi më të gëzuar, do të jemi më të hareshëm, sepse s'ka kush për të sulmuar. Dhe më thuani, a është dikush që e bën dhikrin e mbrëmjes dhe gjumi i tij nuk është i rahatshëm, gjumi i tij nuk është i bollshëm, gjumi i tij nuk është i mjaftueshëm? Nuk ka mundësi ai që e bën dhikrin e mbrëmjes të zgjohet i molisur, të zgjohet i lodhur, sepse ky dhikr i mbrëmjes, për kujtimi i Zotit në mbrëmje, e qetëson njeriu edhe në gjumë. E dyta, të mundohemi që t'i falim namazet sunete. E Muhamedi alayhi salam, kur është fjala tek sunetet, e ka dhënë një hadith përgëzues me xhennet për ata të cilët brenda ditës i falin 12 rekate sunet, e të cilat janë 2 rekate sunet të sabahut, 4 rekate sunet para drekës, 2 rekate sunet pas drekës, 2 rekate sunet pas namazit të akşamit, edhe 2 rekate sunet të yatsis. Të dashur vëllezër, të nderuara motra, nëse dëshironi që të jeni adhurues të Zotit dhe Zoti të jetë i kënaqur me ju, ndërtoni ndonjë shtëpi në xhenet. E pejgamberi alayhis salam ka thënë: ai që i fal këto 12 rekate sunet brenda ditës, Allahu do t'ia ndërton një shtëpi në xhenet. Mundohuni që pasi ta falni namazin, ta përmendni Allahun. Pasi ta falni namazin, mos u largoni nga vendfalja, nga xhamia ose nga shtëpia, por këndoni ajeti kursi. Bëni dhikrin pas namazit. Jo ta përfundojmë namazin dhe ende ndoshta pa dhënë selam ashtu siç duhet, dhe vrapojmë për të ikur, sepse ky namaz mund të jetë namazi jon i funit. E Ibn Qayyim al-Jauzi në njërin prej porosive të tij ka thënë: pallatet e xhenetit ndërtohen me dhikr, me përmendjen e Zotit. Kur robi fillon ta përmend Allahun, me lajket e fillojnë ndërtimin e pallatit për këtë njerëz. E katërta, mundohuni që të falni namaz natë, sepse sejdët e natës u ndriçojnë punët e ditës. Sejdët që bëhen natën në shoqëri me Allahun, pa askën prej njerëzve, janë sejdët më të sinqerta. Namazi i natës i ndriçon punët e ditës, sepse aty ke mundësi ta shprehesh atë me të cilën nuk ke mundësi ta shprehesh para njerëzve. Aty ke mundësi të bisedosh me Allahun fuqiplot. Ai të dëgjon, ai të sheh, ai të ndihmon, ai të përkrah, ai të lëdhaton, ai të jap sukses, ai të jap bereqet. Andaj trokitet derën e Zotit, kur të tjerët janë në gjumë. Por
nuk ke mundësi të trakasash këtë derë të madhe të Zotit me namaz të natës, nëse ne bëjmë gjunahe ditën. Njëri prej burrave të sinqert ka thënë, kur robi e bën një gjuna brenda ditës, Allahu e privon nga namazi i natës. Andaj, paksimi i gjunaheve tona rezulton në kënaqësinë e Zotit dhe mundësia që Allahu na jep për të qenë më afër tij. E pasta, të dashur vëllezër, të nderuara motra, të mundohemi që mos ta kalojmë një ditë pa lexuar diçka nga Kurani. Kurani është udhërrëfyesi juaj, Kurani është libri juaj, Kurani është jeta juaj. Aty gjejmë qetësi, aty gjejmë dashuri, aty gjejmë ngrohtësi, aty gjejmë shpërblim, aty gjejmë xhennet. Andaj ajo ditë në të cilën nuk lexohet Kurani është ditë e humbur. Ajo ditë në të cilën nuk hapet Kurani është ditë e humbur. Mos i humbni ditët tuaja, por lexoni librin e Zotit, i cili të jep ngrohtësi, të jep dashuri. Nuk po them çdo ditë lexohet ka një gjuz, sepse një gjuz i ka 20 faqe. Rrugës zotisht ekzistojë, por ja që angazhimet, punët dhe lodhjet e shumta nuk ka mundësi gjithë secili të shoqërohet kështu me Kur'an. Por po s'kemi mundësi një gjuz. Ajo që nuk arrihet e tëra, nuk lihet e tëra. Të mundohemi 10 faqe, po s'kemi mundësi këtë 5 faqe, po s'kemi mundësi këtë 3 faqe, po edhe këtë s'kemi mundësi 1 faqe. Edhe këtë mos e lejo vetën të kaloj dita nëse nuk e lexon një ajet nga Kurani. Mundohu që brenda ditës, për hir të Allahut fuqiplot, ta lexosh një ajet nga Kurani. Vetëm një ajet, vetëm që dita jote mos jetë e varfër. E kur të lexon një ajet, ditën e 2, 2 ajete, ditën e 3, 3 ajete, kështu do ta shtosh intensitetin me Kur'anin, punën me Kur'anin dhe shpërblimin prej Kur'anit. Dhe fundit është të mundohemi të bëjmë lutjet para xhumit. Të mundohemi të mësojmë këto lutje para xhumit, sepse Ibn Qaymi, Allahu e mëshiroft, i cili e kem vendosur të na shoqërojë në këtë ligjërat, ka thënë, lutja është ilaçi më i dobishëm dhe armiku i të gjitha sëmundjeve të njeriu. Lutja i shëron dhe i lufton sëmundjet, sepse kjo është arma më e fuqishme e besimtarit. Të dashur vëllezër, të nderuara motra, edhe pejgamberët e Zotit fuqiplot, kur janë spravuar, i kanë ngritur duart dhe para Zotit janë drejtuar. Shfrytëzoni ditën edhe kohën me lutje dhe me dua, sepse kjo është arma më e fuqishme që ne si besimtarë kemi. Imam Ahmedi i ka thënë djalit të Imam Shafiut: o djali i imamit, është fjala për djalin e Imam Shafiut, dije që baba yt është prej 60 personave për të cilët unë lutem çdo natë para xhumit. Të dashur vëllezër, ky shembull, kjo praktikë na mëson ne që përveç që do të lutemi për veti, të lutemi për familjet tona, po mos të harrojmë edhe shokët tonë, sepse me ta jetën e kalojmë. E përderisa këta dietar të mëdhej të mëdhëjeve botërore, të cilat i njeh bota muslimane, e ka thënë këtë fjali, ky dietar i madh, ky imam i madh: më tregoni çfarë kemi ne që s'lutemi për shokët tonë, për miqët tonë, jo brenda xhumit, por të mundohemi që në çdo moment t'i shoqërojmë edhe shokët tonë në lutje. Sepse ashtu qysh ti lutesh për dikë, me lasë do të thojnë u leke mithlun, edhe për ty qoftë ashtu. E më tregoni kush nuk ka nevojë për lutje sot. Allahu na mundsoft me jetu, me punu dhe me qenë për atyre të cilët Zoti është i kënaqur. Allahu na shtoft dashurinë ndaj Zotit fuqiplot dhe na bëf për atyre prej të cilëve Zoti është i kënaqur me veprat dhe punët tona. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi